Partia Demokratike ka reaguar lidhur me skandalin e infektimit të fëmijëve me bakterin Salmonella në çerdhet dhe kopshtet e qytetit të Gramshit, duke akuzuar drejt për drejt kryetarin e bashkisë Besion Ayazi për fshehje të vërtetës dhe shpërdorim të fondeve publike. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja për antikorrupsion në Partinë Demokratike Genta Vangjeli theksoi se kryebashkiaku ka mashtruar opinionin publik kur tha se nuk kishte dieni për emrin e kontraktorit, nuk dinte vlerën e tenderit dhe se nuk mund të dinte gjithçka për një kontratë të prokurimit. Partia Demokratike thekson se kompania fituese Nelsa SHPK ka një të kaluar problematike. Sipas saj, në vitin 2018, kjo kompani ishte pjesë e një çështjeje të njohur për korrupsion në tenderat publik dhe u përfshi në një vendim penal të formës së prerë nga gjykata e apelit për krimet e rënda. Përshëndetje. Kur gazetarët e pyetën për kontraktorin që zbatonte kontratën lidhur me fenomenin e infektimit të fëmijëve me bakterin Salmonella në Gramsh, kryetari i kësaj bashkie, ndër të tjera, tha se nuk e kishte idenë të thoshte emrin, por ishte një kompani që rezultoi fituese nga procedura e prokurimit. Nuk mund të dinte kryetari i bashkisë sa është vlera e tenderit dhe se ndonjë prind po shfrytëzonte rastin e fëmijës së tij për të bërë politikë. E vërteta është se në zbatim të nenit 73 të vendimit të Këshillit Ministrave për miratimin e rregullave të prokurimit publik, kryetari i bashkisë e di mirë vlerën e tenderit sepse ka nxjerr urdhrin e prokurimit. E di mirë historikun e tenderit sepse ka miratuar raportin përmbledhës duke adresuar problematika që mund të dalin nga ky raport dhe e di mirë se kush është kontraktori sepse ekziston një kontratë e lidhur që në 12 dhjetor 2023 ndërmjet Bashkisë Gramsh dhe kontraktorit Nelsa SHPK me Në mbyllje të fjalës së saj, Genta Vangjeli tha se fëmijët nuk mund të jenë të pasigurt. Shqiptarët nuk mund të jenë të pasigurt për papërgjegjshmërinë e shtetit.